Po, kisha Veç beson? Veç besoj, se kam përjetu, andaj nuk du me komentu, ama besoj. A beson dashurin me shikin palë? Po. Veç beson? Jo, vetë besoj edhe është ashtu. Edhe është ashtu? Okej. Na vullen. Faleminderit shumë. Ska bisedë. Bardhën po e pysë, me qenë se është single akoma. Okej. E pa martuar, se kështu nuk e dim. Cili është momenti ma i sikletshëm gjatë një date night? Përveç vonesës që vonohet. Po, wow. Nuk dhja munde me tregu. Tregoje. Ka qenë një date, zakonisht që po jetoj atje, më ka ndodhë me dalë në date me djemë të huaj, ose djemë që jetojnë atje me sistemin atje. Vitin e kaluar për herë të parë, kam vendosë të bëj një date me djemë shqiptarë që jetojnë këtu. Edhe, si pas, unë si e di, unë nuk e disha se si bëjnë date këto ose diçka, personi në fjalë, gjatë gjithë kohës, rreth 2 orë, 3 orë, tregom ku me arë me të marë, edhe pa tjetër që unë e po e presë edhe po i tregoj këtu, hajde. Edhe dola unë jashtë, po e presë kjerin, ku është kjeri, peshon një njeri të arë në kam, po këthejmë kështu, ndoshta nuk është, edhe ishte shumë pjesë si kleqme, sepse gjatë gjithë kohës ku me arë me të marë, unë prisha me arë me një kërë, a jarë në kam më mërë. Kërë e pashtë, është okej, nuk është që pare gjykoa, po ku me ardhë, okej, ama ku me ardhë me të marrë, mos jetu ardhë me marrë, ati jetu ardhë të kalu qik nej. Kështu që u që dita atëherë dhe e që ditëshme, si kleqme, ka me thajë. A ishte largë tani vendi date? Ecet shumë u lodhë? Plus unë e me shtikla, tëk, aj. Okej, në për kaldrëmin e shatërfonit. Edhe po. Okej, Barda, faleminderit shumë për sinceritetin. Zonë? Po e kalojmë këtë pyetje. Çfarë bën një lidhje të lumtur? Respekti, besimi anasjelltas. Të gjërat janë për mua primare, nëse një lidhje për shembull duhet me funksionu për një jetë me afatgjate. Përderisa ke respektin e ke besimin ndaj personit që ke në krah, edhe anasjelltas, atëherë aty asnjë barrierë, asnjë gjë nuk mund të hyjë në mes. Faleminderit shumë. Barda. Edhe unë mendoj ashtu, vetëm se e kisha ashtu edhe pjesën e komunikimit. Komunikimi. Edhe komunikimi është shumë i rëndësishëm. Barda, Suzana, faleminderit shumë. Faleminderit për intervistën. Knaqësi që ju pata sonte në Libero. Suzan, me qenë se Çiftelin nuk e pate me vete. Zonjat dhe unë jemi kureshtarë të tanim zonën njëherë të knu. A mund bësh diçka a kapela, diçka folklorike, që ta mbyllim këtë pjesë? Me shumë knaqësi. Jam edhe në përgatitje një projektit folklor, kështu që do ta kënej një pjesë një këngës që do të jetë edhe shumë shpejt edhe në YouTube. Okej. Atëherë filloj me këngën. Kushubo sebep na daj vlazrit usna lan rahat, a thus kena ta vetrije që kene pasme. Që t'kene pas për kane mara. Mire din se na dy duhe me qenë se jem ta kurall. Një ditë si kur takohem për gjithë shkaje. Për gjithë shka ta baj hala. Faleminderit shumë.